edhe nuk kisha me gjyku askan, po në vendin ku jetojmë edhe unë nuk kisha thonë që pjesa e mbulesës fytyrës, nështë për vendin ku jetojmë është pak e rëndë. Edhe kanë të drejtë shoqënia mi gjyku. Kanë të drejtë se nuk është veni për një kap që i thojmë na, është në Arabi e kanë të, do me thonë me legje kanë obligative me mbajt, për Kosovë nuk konsideroj që është obligative, madje nuk është as farz, nuk është obligim fetar. Kështu që përderisa ti e pranueshme në shoqëni, përderisa një vajzë pa mbulesë dhe unë e veshim fustanin e njëjtë, tash ato e veshim për shembull për shkak se është më i fladit, shumë bune e veshim për shkak se është më i gjanë në përshtatet. Nëse ti e vënon një kapuç thoni shami pranana, si të tilla, jemi të njëjta, konsideroj që problem nuk i bëj kërkuj për këto që unë e baj, edhe kështu që mendoj që nuk duhet me i pengu kërkujna. Unë nuk mendoj që veç pse është mbulesa në pyetje ti duhesh me gjyku ose mi thon ti ke bo kështu, ti ke bo kështu. Nuk mendoj që një njeri me zemër të keqe ose një njeri që ka bo vepra shumë të këqija arrin deri te mbulesa. Se është kogja sakrificë. Vazhdon të komentohet dhe të diskutohet, sidomos gjinia femërore, sidomos në për rrjetet sociale. Që e thash edhe pak më herët është kthyer në një fenomen jo shumë të mirë, nuk po na një familje e kam një bindje që nuk na paraqet neve si shqiptar, po prapë se prapë po e bëjnë një gjë të tillë. Edhe në masë të madhe, dhe jo vetëm nga meshkujt, por edhe nga femrat gjithashtu. Unë mendoj që mediat, Facebookat, rrjetet sociale, ja kanë jap të drejtën secilit me u prezantu dhe secilit me u shpreh sot. Atëherë, unë e pata një ballafaqim para një kohe me një zoj në një prej medjave, edhe ajo filloi me ofendu, jo bla bla bla, jo kështu, jo ashtu. Edhe po më duket që kom qenë femna e parë që i kom thonë nuk guxon mi ofendu ma femnat, sidomos në emisione live, nuk guxon, ty duhet me ta ndalu dikush. Se unë e kisha shamin, ajo e kishe shirin, do me thonë s'na dalloj ke kur gjë, dhe ajo ishë mbulu totalisht. Nuk guxon, thashti mi ofendu femnat, kush jeti, me çfarë të drejte. Edhe prapë po thomë, derisa del dikush mi thonë, ka daljen e se nuk është në rregull, me çfarë të drejte ofendoni, me çfarë të drejte gjykoni, me çfarë të drejte mendoni që kjo e ka një të keqe veç pse e ka mbulesën kry. Thash zoti që kjo në shoqni ka mu të paktën ka mu zbut, ose eventualisht ka mu eliminu krejt, po edhe shoqnia ka me fillu me akceptu, njëj qysh pe akceptojnë edhe pjesën e martesës me gjinit njëjt, njëj qysh pe akceptojnë me jetu me kafsh edhe gjithçka tjetër. Po mu identifiku si kur kafsh, se ta është i kemi kalu edhe diçka tjetër. Unë i kam 4 maca në shpe, unë i maj 4 maca në shpe, unë jam shumë e lumtur me to, unë nuk sot se cilit njeri a kësha propozu me majt një kafsh në shpe, se është lumturi, është të sjellin dashni pa kushte, është një energji shumë pozitive, po nuk mund është mi thonë se cilit se dikush i ka fobi, unë nuk e gjykoj. Po pra po thëmë që është gjithçka e pranueshme, gjithçka e normalizueshme, gjithçka ka mu normalizu sot në shoqni. Për shkak se po shkojmë drejt Evropës, Evropa kështu po na don, nëse Evropa e don, e lejon, e pranon martesën me gjinit njëjtë, leton pranon edhe mu se kur gjë s'po i bëj. E kështu. Të pengojnë? Të mërzitin komentet ndonjëherë kur lexon, sidomos ato të drejtuara drejt teje? Jo. Nuk më bën. Apo nuk i lexon